Unë s'kam lidhje me biznesmenin, kam lidhje gjithmonë me jetën e modes dhe të artit. Janë shumë i lumtur që dola dhe i mora më të mirë në Bigu dhe Bigu mora më të mirë në time. Se kur ty me fitu e fitoj. Daddy, wake up, wake up. Edhe vazhdojnë duke pur televizorin. Pse zgjohesh Daddy edhe më përqafojnë të tre, kështu atë ishte një moment shumë i vështirë për mua. Shtëpia ime është Shqipëria dhe do jetë Shqipëria gjithë jetën deri ditë së vdesë. Shqipëria mësoj vuajtjet sepse isha me një familje të shëndetshme, pastaj mundan prindrit. Nuk ka jetë pa dashuri. I harroj çdo person që ti që të dashurohet një herë. Është gjë më e bukur. Ka një moment që do shikoj lumturinë time. Alessio, pas një jete si model, i rikthehesh sërish fotografisë. Si ndihesh? Si ndihem? Të them drejtën, emocionet, po provoj emocionet që i kam provuar në momentet e para kur të karrierës time. Më duket një emocion që më rikthy më 26 vite më mërmimja. Dhe po më jep akoma një emocion që nuk do doja ta provoja, por ja që ma rikthy të ju një herë. Kështu që do ja u them kur ta marrë photoshootën. Në Shqipëri të njohin më shumë si model, si biznesmen? Unë s'kam lidhje me biznesmenin, kam lidhje gjithmonë me jetën e modes dhe të artit. Biznesmenja kam lënë tjerëve, s'merrem me punë fare biznesi. Puna është që biznesi im është arti, moda dhe do jetë gjithmonë. Përse dole nga Big Brother VIP? Dola sepse ashtu kisha si plan vetë. Doja që unë futa me një arsye që kisha një luftë me vetveten. Dhe dola aty ku doja unë. Dhe janë shumë i lumtur që dola dhe i mora më të mirë në Bigu dhe Bigu mora më të mirë në time. A pati në një moment që u ndjeve si i huaj në atë shtëpi? Jo si i huaj, sepse u ndjeva si një person që tash vetes time bëra një zgjedhje dorë, po nxjerra atë që doja unë dhe kisha drejt. Nxorra atë që doja unë. Hyre për të fituar? Jo, se kur ty me fitu e fitoj. Mund të themi që nuk u përshtate? Çfarë kishte diçka që nuk shkoi ashtu siç e prisje? Ndoshta jo që su përshtata, por situata ishte shumë e rëndë kur u futa unë. Dhe nga njëherë kur është situata rëndë, çfarë do bësh? Nuk lufton dot me situatën, du të luftosh me njerëzit. Kështu që do të kapësh njerëzit në momentin e duhur, dhe unë arrita. Si e kishe imagjinuar përpara se të hyje në atë shtëpi? Si që gjeta. Nëse do kishe mundësi ta nisi edhe një herë nga fillimi, do ndryshoje diçka? Jo, do bëja të njëjtën gjë. Mendon se do ruash shoqëri mbas daljes me dikë nga aty? Patjetër, me të gjithë. A ka një person me të cilin nuk do të përshëndetesh kurrë? Jo, s'kam asnjë. Kush mendon se do e fitoj? Dgjoj, pavarësisht shoqërisë unë kam nga jashtë, shoqërinë e përbashkët me mirë, unë mendoj që ka dhe tjerë që për shembull mund të e meritojnë shumë më mirë, por unë them dy kryesorët mund të jetë Selina dhe Rogerti. Kishe ndonjë merak si të shihnin njerëzit nga ekrani? Fare, se këto s'kam pas perde asnjëherë. Po flasim që vitet që 97 tani, jo tani që jemi në 2026, që gjërat janë shumë më lartë. Çfarë të mungoj më shumë në atë shtëpi? Kalamajt e mi. Ke marrë një mesazh kritik? E kam marrë, prandaj dole. Nga kush? Nga kalamajt e mi. Çfarë thanë? Daddy, wake up, wake up. Edhe vazhdojnë duke pur televizorin. Pse zgjohesh Daddy edhe më përqafojnë të tre, kështu atë ishte një moment shumë i vështirë për mua. Fëmijët çfarë të thanë pas daljes? Ishte një moment i bukur sepse fola me ishin tim dhe ai thash, ku janë kalamajt janë në shkollë. Okej, tha prit ta ti bëjmë një surprizë. Dhe kur moment që isha me video call dolën, Daddy, ishte gjë e bukur se uaj, tha, pse s'ke fol me ne, tha, si ka më ne të shikoni, tha, po t'i shliqë me ne. A ishe në burg? I thash, jo, Daddy, po burg po pak ndryshe. Po ishin shumë të lumtur dhe unë lumturova sepse se kisha përjetu, kam jetu pa ta, nga që më ka bë puna, po një moment që unë isha aty dhe si jam dëgjuar dhe zërin, ishte shumë e vështirë. Ti jeton mes Shqipërisë dhe Australisë. Ku e ndjen veten më shumë në shtëpi? Shtëpia ime është Shqipëria dhe do jetë Shqipëria gjithë jetën deri ditë së vdesë, sepse unë Australia është second home, por kam kalamajt atje, por Shqipëria është vendi im që unë këtu kam lind. Edhe këtu do vdes. Shqipëria, po konkretisht Tropoja? Tropoja më ka dhënë personin që jam. Tropoja ka nxjerrë burrat fort. Të falenderoj atyre rrejve të mia që i kam marrë nga i vendi bukur
se s'është merita jonë, është merita e natyrës. Çfarë të mungon më shumë prej dy vendeve? E kam vuajtur shumë pjesën e vendit tim, sepse kam bërë 30 ca vite që jetoj jashtë. Edhe, të thëmë drejtë, unë s'do të shoh asnjë vend tjetër përveç Shqipërisë. Australia është një vend që ta respektoj gjithë jetën, sepse është një vend që më ka dhënë hapësirë, mundësi dhe personin që jam tani, pavarësisht që kam vazhduar nga Italia, pa Australia më ka bërë personin që jam. Më ka dhënë 3 kalama si angel, më ka parë, me një grua që është australiane, dhe tani është ishim, dhe unë që mungon Shqipëria mungon të gjo, Shqipëria mungon, të thëmë drejtë, se po bëdhe pak me qesh, mungon era naftës kështë bësh në aeroport, mungon çdo gjë për këtë vend, mungon vendlinja i metropoja, mungon rrenjët e mija, sepse të rrenjët e mija duhet jo kaloj dhe kalamajve të mi, sepse unë i ka marrë nga gjyshrit tanë dhe duhet që ata të kuptojnë se nuk është vetëm pema është të bukur sepse pema i ka rrenjët e mdhaja dhe ka rrenjët që i mbajnë shëndesh me peme. Dhe atë duhet që kalamajt e mi të marrin mësim se rrenjët nuk harruan kur. E shpresoj të marrin një vit, të di nga vinë tropoja, që vjen baba i nga tropoja dhe nga Shqipëria. Edhe është një gjë që unë e kam si në ndërë që atyre të kaloj. Shpresoj të marrin. Çfarë të ka mësuar Shqipëria për më pas jetesën në një vend goxha të largët? Mua Shqipëria mësoj vuajtje sepse isha me një familje të shëndeshme pas e mundan prindrit dhe ne mësojmë gjithmonë, ne nuk bëhemi persona që jemi nga suksesi, persona që na bëjnë vuajtjet. Lam të mirat, çdo gjë që ne kemi kaluar në këtë jetë, aty ne arrijmë suksesin tonë. Dhe kjo më ka mësuar shumë Shqipëria. Alessio, sa tropojan e ndjen veten, sa shqiptar dhe sa australian? Shumë tutje bukur. Ika si tropojan dhe por herë si italian, shkova në Australi, por herë si australian, por ngela shqiptar. Me gjitha ngela shqiptar dhe shqiptar dhe tropoja është ka të burrinë vet, ka të bukurinë vet, por me gjitha të jesh një shqiptar dhe jesh krenar, se që jam tropojan krenar, dhe të jem shqiptar krenar dhe ati si tes. Je rikthyer në shtëpinë e familjes ndonjëherë në origjinë? Po rikthehem shpesh, hera fundit të mbeti kur shkova kërkova falje, se e fala babën tim të Varrit, se ka qenë diçka mes meje dhe ti, si s'kam shku mo do shkoj parasit të shkoj në Australi, të shkoj një, sepse është një vend shumë i bukur tropoja dhe kam nxjerr burra tropoja, me vite, dhe është i bukuria natyrore shumë e bukur, se nuk është merita jonë, është merita e natyrës. Ke nostalgji për diçka më tepër? Në gjithë kam pas një femeri jo shumë të këndshme në tropoj, sepse nuk është faj gjithmonë, nuk është faj i fëmijëve, është faj prindve, më kupton. Këtë mes nuk vëve në nëntime, vëve fajnë i matë, po nuk les dot, sepse s'mërat dot. Dhe kam thonë që unë nuk gjë që fali se për men, po gjë që kanë kaluar si rikëthem dot. është gjë e bukur, e kaluara ka vdekur, e ardhmja s'ka lind akoma, e jetoj momentet. Si është jesh baba i 3 fëmijëve, ndërkohë që jeton mes 2 kontinenteve? Gjë nuk është e lehtë, do thëmë drejtën ti jesh baba i 3 fëmijëve, sepse ata don kujdesin e vet, tash s'po flasim se kujdesi financiar nuk është kryesore, do të jetë prezent. Dhe unë nuk jam një bab që si çdo tjetër se zgjon 8 mëngjesit edhe të shkojnë të kopshti apo të qerri apo të shkolla. Unë kam një jetë shumë të çuditshme, sepse puna ime është e çuditshme, pak edhe nuk është e lehtë, por mundohem të jem prezent sa më shumë afër tyre dhe ajo më bën edhe më të fortë, të them drejtën. Dhe do mundohem sa më shumë që të jem prezent. Alessio, çfarë të ka mësuar prindërimi? Çfarë të mësuar për veten? Prindërimi një gjë, kur jam bë bab, të them drejtën, kur kalin goca, jam bë personi, vazhdova t'ja di vlerët sa më shumë nënave, grave dhe vajzave. Më ka bën një person me vlera shumë të mëdha që të vlerësoj ato femra, sa vuajnë, sa shkojnë, se sa sakrifica bëjnë që t'jemi në këtë jetë. Dhe unë kam krijuar një respekt shumë të mëdha ndaj këtyre grave, ndaj këtyre vajzave, ndaj këtyre femrës që ne na japin mundësi që t'jemi sot në këtë jetë.
Dhe mu ka ndryshu shumë se person, ka bërë më të fort, sepse kur bëhesh prind, e shef jetën me sy tjetër. Në moshën 49 vjeçare, si e sheh jetën ndryshe nga kur ishe 25? Një gjë, çdo muaj apo çdo vit jeta ndryshon, e shef ndryshe. Tani e shoh sepse tani jam shumë e realizuar, më kupton, tani nuk jam si më thon mision komplet. Edhe tani nuk luftoj që unë nuk luftoj të bëhem bilioner, më kupton. Unë shoh jetën të jetoj i qetë çdo ditë, kërkoj paqe. Edhe tani e shoh pak më ndryshe, më kupton, e shoh dhe qeshi për shumë gjëra që më kalu jetën tim më 25 vjeçare, edhe tani vjen për qesh, vjen edhe për qesh, se jam edhe një person që i vuaj gjërat. Po kjo është bukuria. A ka ndonjë moment në jetën tënde që ishte si pikë kthese që të shërbeu të ndryshoje këndvështrim për veten, për jetën? Kanë qenë ca momente vitin e kaluar, sidomos në humbin e babit tim. Deri baba, unë jam rrit pa babën, por nuk e mendoja që do ta vuajsha kaq shumë. Dhe thonë, nuk bëhesh burr pa pas humbin e babës, dhe të them drejtën e kam vuajtur shumë, sikur vdiqi diçka pjesës time, trupit tim. Dhe të them drejtën, ndoshta aty ka vazhduar çike dhe dëshimi im. Si nisi rrugtimi yt si model? Ka qenë diçka që s'e kam prit fare, ëndër se kam pas kur. Ëndër kam pas boshe sportist, futbollist, kam qenë portier. Kompletisht, kam pas një vajzë në Itali, ka qenë punët e një Casa di Moda. Thjesht në një drek, ishit ca stilist aty dhe të kohës të D-Square, edhe më thanë, me pëlqej këtë djalit, bëjmë kampanjën e parë të jeansave, dhe shumë. Vi nga të të bëjmë model vetën time, më kupton. Edhe duke insistu, është gjithë për qa do në këtë më pasë. Punoja nga gazetat Mëngjes, 12-96 mjesë, shko puno si morator mu bëhë larkë, që nështë po këta, mu qa do nga unë. Kishme kompleksi shumë i keq ka qenë, ka pas shumë racizëm e të për Itali. Kemi pas, nuk kishim konfidenca vetën tonë. Shpojnë shpion, të shku në banje, shumë pasionet një sekundër. Se kam folë shumë e pasionet jetën time. Po këta qa shovin të punë që unë nuk e shoh të vetja ime. Ka diçka thash. Dhe aty, shikova, fola me pasionet, thash. Faleminderit që fola me ty, thash. Me që ta po mblerësojnë, po marrë të vendim. Aty është vendimi që unë e mora. Tani sa kohë i kushton pamjes tënde? 0. S'kam në... Sepse bëj të rritje, se s'po thonë për të 0, më falë, se po ta kuptohet keq. 0 në kuptimin nuk e mendoj, është bërë stil jete. Kujdesim për palesën, zgjohem krema që duhet përdorë normal, është normale. Kam qef dalë në diell. E gjërat normale, po unë të unë i thonë 0, di që thonë 0, është stil jete, sigur e kemi stil jete me ngrënë mëngjes, apo në drek, apo darkë, kjo është stil jeta gjë për mu. Me është stil jete si unë e kam, e do ta ketë çdo person, do ta ketë si stil jete të përditshme. Kur i kushton diçka, është diçka që ti përkushtosh e bë me plan. Po kjo është stil jete do ta kemi të gjithë. Qofse do jetojmë bukur dhe healthy. Është diçka që ta kemi gjën kryesor për veten tonë. Divorci si të ndryshoj, si njëri? Nuk ka qenë e lehtë sepse janë mes 3 kalamaj dhe të drejtën ka dalë shumë kohë, por falenderoj akoma të gruat fort, është një nënë shumë shëmbëllora, një person që ta respektoj gjithë jetën sepse do jetë pjesë e familjes time deri kur të vdes unë, se kemi 3 kalamaj, e unë gjithmonë do jem person që do ta mbështes, po s'ka qenë e lehtë, siç është për çdo divorc, por divorci jon ka qenë shumë i mirë dhe me një kuptim me njëri tjetrin. Ashtu do jetë për gjithë. A je i dashuruar? Jemi dashuruar. Të thotë që shpendin. Ke përmendur në disa daljet e tua Jonida Maliqin, çfarë raporti keni sot? Kemi shumë raport mirë. Kemi bërë ca kongë bashkë edhe ajo thonë është një person një grua shumë e fortë dhe e respektoj. Ka pendesa për këtë raport? S'ka, çdo gjë është pending. Do t'i thoje diçka? E përshëndes, siç e kam përshëndetur gjithmonë, e uroj më të mira. A beson ende në dashuri? Normal, jeta pa dashuri është të njëjta. Dashuria është shumë e bukur. Dashuria është të jep emocionet më të bukura, të bësh të fluturosh nga një kontinent tjetër, dhe duke si me qenë 5 minuta, kështu që nuk ka jetë pa dashuri. Ja uroj çdo personi që të dashurohet një herë. Është ka gjë më e bukur. Çfarë cilësish kërkon ose vlerëson tek një partnere? Inteligjenca pëlqen shumë të një femër. Një partner pëlqen inteligjenca, shumë dua të komunikoj,
E kam ashtu, kam qëtë të me ashtu, me trurin. Në vërtet një person që është inteligent, në mënyrë se si flet, në mënyrë se si hecën, në mënyrë se si prezenton vetveten. Ta të bëj shumë inteligjenca. Si një model i rrethuar nga estetika, bukuria, imazhi, sa i rëndësishëm është? S'ka të bëj, a e falem, ta thash, është interesant personi. Imazhi është të bëhet bajat direkt, në moment që e njeh atë person, kalohet gjë normale. Ka të bëj shumë inteligjenca, ka të bëj shumë praktikë. Të jesh i vendosur. Kam shumë qejf persona të fortë. Pas Big Brother, cilat janë projektet e tua? Unë kam pas 10 projekte para që të futëm, para me këta që kam dalë. Unë kam shumë projekte vazhda akoma me muzikën, me talentet të ri që të mundohem të japë një hapësirë sa më të madhe DJ-ve. Të mundohem të krijoj diçka, një tip programi competition që të bëjë marrë talentet të ri që janë producenta dhe t'ju hap rrugët në Evropë edhe në botë. Me shoqëritë time dhe me kompanitë që unë punoj nga Evropa, që i përdojnë në Australi, më mërmen që do jetë një emision shumë interesant. Të ardhmen të ndeshe këtu? Apo prap? Jo, unë do jem këtu edhe atje, por këtu është baza ime kryesore, këtu do të thash, pa që shpresoj kalama një ditë, do rikthejnë ata, po momentalisht janë të ri edhe vendi për ata është atje. Do jem pjesë e tyre, por tash ka një moment që do shikoj lumturinë time, sepse po si është unë i lumtur, askush do jetë i lumtur nga ata që më rrethojnë. Alessio, faleminderit që u bëre pjesë e revistës Porto. Faleminderit edhe ju.